të gjitha çiftet që zihen për gjëra koti, ju lutem, lini punët, edhe hajde dëgjoni pak të videon time deri në fund, se kam gjetur zgjidhjen. Se që thate juve dhe unë me burrin, jemi zënë ai shumë herë, more. Po kotë së koti, për mustaqet e qelos. Pse është kjo këtu e nuk është këtje, për shembull, marrim shembullin më të thjeshtë. Ai shumë debatonim kotë së koti, plaste lufta, sa që fillonin dhe gjitonët, ca godisni muret, ca na godisni tavanin, ca na godisni sheshin që të qetësoheshim, aman të them të drejtën, gjitonët e kemi të mirë, se asnjëherë nuk arritën të lajmëronin policinë. Nuk e di se si na kuptuan. Doshta e din që ne shqiptarët jemi një gjak nxehtë dhe bërtasim edhe kot, edhe e morën lehtë, vetëm me goditje të lehta në pjesë të ndryshme të shtëpisë. Mirë, po vjen një moment që lodhesh nga kjo situatë. Edhe duke qenë se kjo bë rutinë, domethënë sherrri në shtëpinë tonë kotë së koti, vendosa të gjej një zgjidhje. Tani zgjidhja më e lehtë, më e shpejtë dhe më, si mund ta them unë, më e nxituar është ndarja, por nuk është e duhura, sepse në mes kemi dhe fëmijë. Nuk është se jemi vetëm ne të dy, edhe ikëm secili në allti edhe mbaroj çdo gjë. Po fëmia thot dua mamin, dua dhe babin. Se veç dashurisë për neve që ka se na ka prindër, është dhe pika tjetër, që nuk ja plotsoj unë, për shembull ja plotsoni jati. Qa si plotsoni jati ja plotsoj unë, edhe thot ky për shembull me veten e tij, nëse këta ndahen, qa më plotson të mua babi kur s'mi plotson të mami, do ngelet pa plotsuara, e kuptoni ju? Kështu që unë mendova, thash të vete njerë tek një psikolog, të shikoj çfarë zgjidhje do më japi, se e doja një zgjidhje, domethënë, nuk doja ndarje me pak fjalë. Kujtoja edhe ato momentet kur u njohta me burrin, që mezi prisja ta shikoja në fillim, edhe ishte aq i mirë. Domethënë dinte të sillej mirë ky burri im. Domethënë, me pak fjalë, di akoma të sillet mirë, por nuk i do qejfi. Prandaj thash të gjej një zgjidhje tjetër veç ndarjes. Atëherë shkova, siç e thash, te psikologja. Vajta unë doli një gocë e re aty, qyqa, thash kjo s'det martuar akoma, se di qa është martesat, m'jap mua këshilla kjo. Megjithatë thash, unë e kam bokuar këtë tani edhe kam paguar dhe lekë, do ta dëgjoj. Kur vajta atje më priti me buzëqeshje psikologja mua. Edhe unë kështu si confused tani që do më bëj dot punë mua kjo gocë e re këtu, apo harxova lekët kotë së koti unë, apo i kanë dhe pak ato seancat. Nejse, thash do ta dëgjoj, qa do thotë, se ma se ka lexuar dhe kjo diçka, jo ma se ka lexuar, po e sigur që ka lexuar edhe për martesën, e di dhe kjo të bëj, diçka për zgjidhjen e këtij problemi që kam unë. Kur ja qava allin kjo vuri buzën në gaz, thash qa ke, thash, të duket për të qeshur, është serios ky, thash, si muhabet, thash, po ndahet një qift pa në një shkak të madh, thash, thjesht për zënje të vogla. Të kuptoj shumë mirë, tha, po qeshta, se prandaj nuk po martohem. Thash, erdha për të zgjidhur te kjo unë, po kjo e pas ka gjetur zgjidhjen e saj, vetëm mos martohet, mos ketë nga këto probleme, do me thënë, psikologja ime që ka kot, thash me veten time unë. Bëra shaka, tha. Tani tha do t'jap zgjidhjen. Thash se për atë erdha që andeja nga shtëpia, la çdo gjë. Edhe erdha këtu. Gjatha, sa herë që burri të filloj të nervozohet, tha, edhe të filloj të ulurasi, thash, qa të bëj unë? Të filloj të uluras dhe unë më shumë, jo, tha, ti e ke bërë ndër tani këtë gjë, tha, do qetësohesh, ti do marrësh një gotë me ujë, tha, edhe do pish qik ujë. Por, mos e kalo ujin, mbaj në gojë, gjatë, sa të mbaroj burri së bërtituri, pastaj kaloje. Thash, një zgjidhje ka që thjesht, vetëm të pish një gotë me ujë, avash, sa të bërtiste ai unë tak, ta më bushja gojen edhe të rria,
Sa të mbaronte ai me duke mbajtur ujë në gojë, kjo s'ishte asgjë. E po thash çupurin, kjo ku di, po ajde tash do ta provoj një herë metodën e kësaj. Vajta në shtëpi. Sa vajta në shtëpi, filloi ai zakonin duke u luritur kot. Me vrap edhe unë vajta, pusha godër me ujë dhe ai që po më shikonte tani me kuriozitet. Qa po bëja? Kush e di se qa ka menduar në ato momente, do me thënë, po unë bëra qa më tha psikologja. Ai duke u luritur edhe unë tak, duke marrë atë ujë nga goda, kështu avash, duke mbajtur në gojë. Ai bërtit, pastaj u qetësua dhe ule dhe shikoj televizorin, pastaj filloi qeshte me ato komedit, si gjithmonë, se kështu e ka kur bën sherr me mua. Pasi mbaron sherri, ule dhe shikon komedit. Ndërkohë që unë mërmëris në përshpije, marrë telefonin, filloj qaj hallet me ata të mi të ndehi nga Shqipëria se si kam këtu. Se po ti kisha këtu dalia këtë vetëm në shtëpi dhe do veja të ria tek ata sa të qetësohesha dhe unë. Këtë ka emigracioni, s'kemi ku vemi, kur s'jemi me njëri tjetrin, ore. Ngelëm duke u mbyllur në përdhoma të ndryshme. Po, sa kodorin edhe të mbyllur, ky është problemi, nejse. Filloj shikoj televizorin ky. Edhe, si që thash, po qeshte me komedit, kurse unë po kaloj atë ujin. E qetë, më qetësoj ujë muare. Unë nuk mundësi ta fare për qa bërtishte ai, çuditërisht. Dhe ai nuk bërtiti si më përpara gjatë, se i mungote pjesa që unë të kundër përgjigjesha, e kuptoni? Edhe mbaroi lufta shumë shpejt. Ndodhi dhe një herë tjetër mbas 2 ditësh e njëjta situatë që ky u acarua për diçka, filloi bërtiste, unë me vrap mora godër me ujë edhe filloi apo e mbaj atë ujin e gojë, siç më tha psikologja. Edhe ky shumë pak zgjati dhe u qetësua, ul, shikonte televizorin dhe unë s'ndjeva asnjë lloj shqetësimi për këtë shqetësim që ishte shumë shqetësim për mua. Wow, thash. Gocë e re, thash, po dika tash pëto ka martesën kjo. Vajta mbrapësh në një takim, thjesht ta falenderoja, I thash, erdha këtu të falenderoj, po i psikologe, thash, si ka mundësi më shpëtove martesën, thash, se tani çdo gjë është rregulluar. Faleminderit, ta që erdhe, që të më falenderosh, ta nuk e prisja. I thash, po, do më thuash, ku qëndron sekreti I këtij ujit, thash, se nuk e di më I popullojizëm edhe se gjej dot, si ka mundësi që burri qetësohet aq shpejt edhe unë jam e qetë se vras mendje fare. Sekreti është që kur ai bërtet, ti ke gojën të mbushur me ujë, tha që të thashën, edhe ti nuk reagon edhe ai qetësohet shpejt. Kaq mbaron, është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Wow, qa thua moj? Pas kemi humbur për të pirë një çik ujë neve kur si jemi? Wow. Që atëherë edhe sot, s'kemi më sherrën në shtëpi, s'na goditen mas muret as tavani as sheshi kemi shpëtuar. Kështu që po a jap këshill edhe juve, femra të dashura, sa herë që burrat të bërtasin të lurasin, merrni godër me ujë. Edhe kuptohet çdo gjë të vijnë mrekullisht. Juve që dëgjuat videon, e shpëtuat martesën vetëm me një video, kurse unë vajta harxova lekët e dynjas te psikologja, e shikoni sa përfitim ka kjo video? I ka tani se a bër tym janë bërë dhe ju të kaloni bukur kudo që t'jeni